Zoti ambasador, ju keni një karrierë shumë të gjatë jashtë Mbretërisë së Bashkuar. Jam e bindur se secila prej eksperiencave që keni patur në vende të ndryshme të botës, ju kanë mësuar diçka që e mbani gjithmonë me vete. So of course, I mean, I've worked a lot in the Middle East. Unë kam punuar shumë në lindjen e mesme. Vetëm së fundmi kam ardhur në Ballkan. Ajo çka mëson në këto përvoja është që njerëzit e çdo vendi kryesisht duan të njëjtat gjëra në nivel njerëzor. At a human level, we all want stability and security. Të gjithë duan të kenë stabilitet dhe siguri, që të kemi atë nivel punësimi që na lejon të mbajmë familjen, të sigurim kujdesin arsimor dhe shëndetësor të tyre. Duan punë që nuk na ofrojnë vetëm mundësitë, por edhe potencial. Nuk do doja që ta bëja shumë politike këtë bisedë, do doja të orientohemi tek lifestyle-i. Aty ku edhe pjesa më e madhe e shikuesve tanë kanë kuriozitet dhe e shohin me shumë kënaqësi gjithçka që veçanërisht ambasadorët e emëruar në vendin ton zbulojnë edhe tregojnë për veten e tyre, sepse ju njohim e ju shohim vazhdimisht në kostumin e diplomatit, por çfarë është pas ti? Si është mëngjesi juaj? Ju jeni këtu në Shqipëri së bashku me zonjën tuaj. Let me assure you we don't sleep in our suits. Duhet të them se ne nuk flem në kostum. Kur prezantohemi si ambasador dhe jam i veshur me pantallona të shkurtra dhe plus pambuku, habiten, sepse nuk janë mësuar të na shohin kështu. Por duhet të dini se nuk rrim gjithë ditën me kostum dhe kravat. Megjithatë, nuk ka një ditë tipike, dhe kjo është një nga kënaqësitë e punës, që bën gjithmonë diçka ndryshe. Natyrisht që ka prioritete, por është gjithmonë diçka e re. My wife is a French teacher. Gruaja ime është mësuese e gjuhës frënge. Jep mësim online. She was as pleased to be coming here as I was. Ajo ishte po aq e lumtur sa unë për ardhin këtu, sepse përvoja në Kosovë na bëri të prisnim me padurim shpërngulje në Shqipëri. Ajo që është tipike për jetën tonë është që fundjavave dalim nga Tirana dhe bëjmë gjëra të ndryshme, shohim vende të reja. Ndërkohë edhe ne presim shumë vizita. At the same time, we get lots of visitors. We have 2 daughters, they enjoy coming here. Kemi 2 vajza që vinë me dëshirë këtu. Kemi miq që na vinë për vizitë fundjavave. Pra, kemi një jetë të gjallë sociale. So it's a busy social life as well. Kjo do të thotë se pas kemi shumë për të biseduar. Keni patur mundësinë ta vizitoni të gjithë Shqipërinë? Dhe çfarë ju ka bërë përshtypje? I would like to get around all of Albania. I'd like to be able to say Dua ta shëtis të gjithë Shqipërinë, të kuptoj diversitetin tuaj, të shoh vende, të shijoj bukurinë e natyrës. Which even, everybody of course, many of our tourists focus on the coastline, but I think Shumica e turistëve përqendrohen në vijën breditare, por unë mendoj se malet tuaja flenë të vizitohen. Për vitin e ri shkuam në Sarandë dhe vizituam Butrindin, Çamërinë, që ishte një vend i veçantë, tërheqës i bukur. The orchards of tangerines in the winter is lovely. Pemishtet e mandarinëve në dimër ishin të mrekullueshme. Pra, duhen zbuluar ato pjesë të vendit që shumë njerëz nuk i shohin. And you have some hidden treasures. We went to Korçë. Ju keni disa thesare të fshehta. Shkuam në Korçë, që në fund të vitit të kaluar. Muzeu ikonografik ishte fantastik, me vlerë botërore. Mendoj se Shqipëria ka gjithmonë diçka për të vizituar. Nuk i shpëtojmë dot pyetjeve për ushqimin, për shijen, e ushqimeve tradicionale shqiptare. So of course I came being very used to the food of the Natyrisht, unë këtu erdha i mësuar me ushqim major. Turqi and all that. My wife is a big fan of turqi. Gruaja ime i do shumë turshit. Kënaqësia këtu është natyrisht në Bregdet, ushqimet e detit, fakti që gjen një miks të kuzhinës italiane, greke, turke, pastaj dhe ajo shqiptare. Turkish, there's all sorts. And then there's Albanian. And then there's what people, this is a very Për sa i përket ushqimit, Shqipëria është një vend shumë kulturor. This is a very multicultural place. Ndonjë nga recetat shqiptare që e kërkoni veçanërisht gatuhet edhe në rezidencën tuaj? Yeah, not always, but I do enjoy raki. Më pëlqen rakia, natyrisht. Këtë e kisha nisur që më parë, por duhet të them se rakia shqiptare ka cilësi shumë të mirë. Po ashtu edhe vera. Bëni verë shumë të mirë. Mendoj se shumë nuk e din këtë. Simply don't know about outside Albania. There's a real job to be done in promoting Albanian wine.
duhet promovuar vera shqiptare. Gjithashtu, më duket sikur njerëzit e injorojnë cilësinë e ushqimit tuaj, të frutave dhe perimeve që prodhohen këtu. Edhe mishin e keni shumë të mirë, dhe njerëzit din ta gatuajnë shumë mirë. Radh ndodh të dalësh në Tiranë dhe kudo në Shqipëri dhe mos të hash mirë. Nuk ndodh. Shpresoj. Nuk ndodh. Shpresoj dhe unë që të jetë gjithmonë kështu. Evidentuat rakin dhe keni veçuar një objekt, të cilin e keni marrë dhurat në Kosovë. Cila është historia e tij? The raki barrel is very There's a school in Pristina. Pucela e rakis. Në Prishtinë është një shkollë me kurrikull britanike. Më ftuan ta vizitoja. U shkova më një herë dhe ata më kërkuan ndjes që nuk kishin një dhuratë për ambasadorin britanik. Pas 6 muajsh më erdhi kjo bucelë. So about 6 months later, the barrel turned up. Now I haven't yet learned. Nuk kam mësuar ende si ta përdor në mënyrë që të më lejoj ta mbush me raki, por do ta mësoj. Kështu që nëse ndonjë nga shikuesit tuaj ka ndonjë sugjerim, t'ju ja dërgoj ju dhe do të sigurohem që do ta mësoj. Ftojmë të gjithë. The other one is I mean it was taken in Kosovo. This is a photo of me with Rita Ora. Kjo është një fotografi, kur kam dalë me Rita Ora në Kosovë. E bukura është se dikush atje pëlqen Rita, dikush pëlqen Dua Lipën. These are people who straddle both cultures. Janë njerëz që përfaqësojnë të dyja kulturat. Po, janë britanike, por janë edhe shqiptare. Kur flasim për sfidat e kombësisë, sfidat e identitetit, sfidat e njerëzve që lëvizin ligjërisht ose në mënyra të paligjshme, duhet kujtuar gjithmonë që mund të kesh dy kultura. I'm married to a Belgian. Unë jam I martuar me një belge. Vajzat e mia kanë kombësitë të dyja vendeve tona. I flasin të dyja gjuhët, frëngjisht dhe anglisht. Pra, le të përpiqemi të mos mbetemi të mbyllur brenda një kutie. Le të jemi të më të hapur. Mendoj se kjo vlen edhe në rastin e Ritës. And with Rita that I think is her nature too. E vërtet, por sa do të qëndrojmë me mendje të hapur, gjithsesi ne kemi kuriozitetin, për shembull, Rita Ora, kur ju e keni takuar, çfarë ju është dukur tipike shqiptare tek ajo dhe çfarë ju është dukur tipike britanike? So I think in some ways she's very British. Në disa mënyra ajo është shumë britanike. Më bëri përshtypje ku e takova, por në të njëjtën kohë, mënyra se si ajo e kuptonte atë publik, kuptonte sfidat dhe vështirësitë e shqiptarëve, avantazhi është që ke njohuri që nuk I kanë të gjithë. Ky është rasti I Ritës dhe Duas. To everybody. And I think with Rita and Dua that's certainly the case. E keni atë ritualin e çajit të pasdites këtu në rezidencë? We haven't done. Çaj anglez. Më parë jo, por tani di që kuzhinierja ime di të bëj biskota dhe besoj se do të organizoj më shumë pasdite çaj. Interesante. That would be nice. Por besoj se e kanë këtë pritshmëri të gjithë që ju organizoni festa. Yes. Të stilit tipik britanik me çaj anglez. We had a good King's birthday party, but Po, për datëlindjen e mbretit organizuam një festë të bukur çaj. Por një nga gjërat që shpresoj të organizoj në javën britanike është ajo që do ta përshkruaj si pasditën e çajit të datëlindjes së mbretit. Do ta organizojmë në Kukës, sepse do të shkoj atje për javën britanike. Di që në Kukës ka shumë që e njohin Mbretërinë e Bashkuar. Maybe cucumber sandwiches. Por e keni shijuar edhe çajin e malit, çajin shqiptar. Of course. Well, I have to say Patjetër. Kuzhina jon këtu e përdor shumë çajin e malit. Kështu që e pi zakonisht. Po, mrekulli pra, në Shqipëri ju pini çajin e malit. Jo çajin anglez. Por të gjithë të ftuarit kërkojnë çaj anglez. Në mëngjes çaj anglez, në pasdice çaj e malit. Jemi me fat që rritet në malet tona. Për shëndet. Po, për një shëndet të mirë. A keni disa zakone që pavarësisht vendit ku kontribuoni edhe punoni, nuk I keni humbur asnjëherë? Mund të jetë rituali I çajit anglez në mëngjes, për shembull, shoqëruar me leximin e gazetës. Oh, nobody reads newspapers anymore. We go on the computer and Askush nuk lexon më gazeta. Tani hyjmë të gjithë në faqet në kompjuter dhe lexojmë aty. Por kur fëmijët ishin të vegjël, më pyesnin: "Babi, çfarë bën ti?" U thosha: "E kaloj shumicën e ditës duke pirë çaj dhe duke lexuar gazeta." Që nuk ishte aq e pavërtet. Sa për këtë ritualeve, është interesante kur je ambasador.
One of the things I think you have to be careful about is not getting caught in the bubble. Sepse një nga gjërat për të cilat duhet të tregosh kujdes është të mos ngecësh brenda një fluske. Në atë flus ku nuk sheh njerëz të rinj, kur drekon çdo ditë në rezidencë, ku darkon gjithmonë në të njëjtin restorant. Përpiqem të mos jem ky njeri. Përpiqem të drekoj jashtë rezidencës ose ambasadës, që në fundjavë të vishëm sportiv dhe të vizitoj vendet e reja, edhe kafen apo drekën t'i konsumoj në vendet e reja. Unë besoj tek eksplorimi, kam qenë gjithmonë kuriozitar për botën, jam ende, dua të di se çfarë ka pas asaj kodrës. I vogël më pëlqenin shumë hartat, shikoja vende të largëta dhe doja t'i njihja. E kam ende atë dëshirë. Zoti ambasador, cilat janë pasionet tuaja? Një ndër to ndihet që është eksplorimi. Well, I'm curious about people. Jam kurioztar për njerëzit. Dua ta di se çfarë i motivon ata. Patjetër. That's how it should Është pjesë e punës tuaj. But apart from that, Kjo i shkon edhe punës sime. Por përveç anës profesionale, më intereson të di se si reagojnë të tjerët. Dua të kuptoj kultura të ndryshme, tradita të ndryshme, sjelljet e njerëzve. Nuk e di se sa ambasadorë të tjerë e bëjnë këtë. I have no idea how many other ambassadors do this. I quite like computer gaming. Por mua më pëlqejnë lojrat në kompjuter. Kam një koleksion të madh ushtarësh lodër, disa prej të cilëve i kam pikturuar vetë, disa jo. Vërtet, Po, jashtëzakonshme. Është hobi i bukur. Nëse do na jepni mundësinë që t'i shihnim, Jo para kamerave, po personalisht do t'ju tregoja në kënaqësi. For another time. Herë tjetër, kur të takohemi pas një viti, do t'ju tregoj koleksionin. I'll show you the collection. Jashtëzakonshme. Pavarësisht se nuk na lejon që t'i shohim me kamerat. Well, usually I don't talk. Për herë të parë nuk e kam treguar këtë. Më duket diçka shumë personale. Por kam kuptuar që është shumë e rëndësishme për mua. Kështu që përderisa po ndaj me ju atë që unë jam, përse të mos e ndaj edhe atë hobi. I should perhaps share that hobby as well. Po, patjetër. Jeni të lidhur me muzikën? Sportin? Jo, nuk kam lidhje me muzikën. Në universitet jam marrë pak me sportin e skermës, por kur ke një stil jo nomad jetese, është e vështirë të ndjekësh sidomos sportet. Kam luajtur edhe pak tenis. Tani merrem me palestër edhe këtu në Shqipëri. Kam bërë më shumë ecje. Edhe hiking, jo domosdoshmërisht në malet e larta, por në rrethinat e Tiranës. Certainly outside Tirana. Po, kemi kodra shumë të bukura. You do. Edhe malje, jo shumë sfiduese për të bërë hiking. Nëse zonjës tuaj do t'i thonit në këtë moment që do të largohemi nga Shqipëria, çfarë do të thoshte ajo? Dua të kuptoj se sa e lidhur është edhe ajo me vendin tonë. I think having been in Kosovo and been here. Mendoj që pasi kemi qenë në Kosovë dhe këtu, nuk do të humbasim kurrë lidhje me vendin tuaj. Our experience in both countries. Përvoja në të dyja vendet, veçanërisht me njerëzit, por dhe me kulturën, me mënyrën e jetesës, është e tillë që nuk mund ta lësh pas kaq lehtë. Sërish, nëse je kurioztar për kulturën, historinë dhe letërsinë, në Shqipëri ato i gjen gjërësisht, dhe interesi për to nuk shuhet asnjëherë. Unë jam i dhënë pas historisë, dhe vendet historike që kemi vizituar këtu janë të mrekullueshme. Bylisi është ndoshta i parapëlqyeri im. Të jesh në Bylis, të shohësh përreth, të duket sikur je në majtë e botës. Po si mund të kenë qenë në shekullin e 16? Çfarë ka parë në Lugin një ushtar nga ato mure? Si duhet të jetë dukur bota nga ai pozicion? Pra, mendoj se këtu ka shumë gjëra me interes. Është vend me histori. Ka parë kultura të ndryshme, perandori të ndryshme, pushtete të ndryshme dhe ka gjithmonë diçka të re për të zbuluar. Ne do të qëndrojmë dhe disa vjet këtu, por nuk besoj se pasi të largohemi, do të jetë fundi i kësaj marrëdhënie. But I don't think it's when we leave it will necessarily be the end of our relationship. Jam e lumtur që do të mbani dhe do të merrni gjithmonë një copës Shqipërie me vete. Faleminderit shumë. Ishte një kënaqësi. Faleminderit. Kënaqësia e gjitha imja. Faleminderit shumë. Faleminderit që edhe sot të zgjodhët të qëndroni në shoqërinë e Living Day në Vision Plus. Mirupafshim.